Bekime dhe reflektim. Ramazani është një muaj mëshire, faljeje dhe bekimesh. Përfito prej tij sa më shumë. Agjërimi nuk ka të bëjë vetëm me ushqimin. Është për pastrimin e shpirtit dhe forcimin e besimit. Lëri zemrën të mbushet me mirënjohje dhe shpirtin me paqe këtë Ramazan. Ramazani është koha për të pastruar zemrat, për të falur të tjerët dhe për të kërkuar mëshirën e Allahut. Bëje këtë Ramazan një pikë kthese në jetën tënde. Le të jetë fillimi një udhëtimi të ri të besimit. U bëft ky Ramazan shkak që të afrohesh më shumë me Allahun dhe të mbush jetën tënde me paqe dhe lumturi. Ramazani është një dhuratë nga Allahu. Pranoje me mirënjohje dhe përdore me mençuri. Agjërimi na mëson durim, disiplinë dhe dëmshuri për ata që janë në nevojë. Çdo lutje, çdo agjërim dhe çdo vepër e mirë të afron më shumë me mëshirën e Allahut. Dy erët e xhennetit janë të hapura në Ramazan. Sigurohu që të kërkosh hyrjen me vepra të mira. Ramazani është një kohë për të rilidhur me Allahun dhe për të forcuar besimin. Këtë Ramazan, përpiqu për rritje shpirtërore, jo vetëm për agjërim fizik. Lëri zakonet tek qija dhe zvendçoj ato me akte mirësie dhe përkushtimi. Ramazani është koha më e mirë për të forcuar lidhjen tënde me Kur'anin. Durimi, lutja dhe këmbgulja. Kjo është thelbi i vërtetë i Ramazanit. Uria e agjërimit na kujton vështirësitë e atyre që janë në nevojë. Një zemër e mbushur me mirënjohje është dhurata më e mirë që mund t'i ofrosh Allahut këtë Ramazan. Çdo moment i Ramazanit është i çmuar. Shfrytëzoje me adhurim dhe mirësi. Mëshira e Allahut është e pafund. Kërkoje atë përmes lutjeve dhe pendimit. Mirësia dhe bamirësia. Ramazani nuk është vetëm për agjërimin, por edhe për t'u dhënë atyre që kanë nevojë. Mirësia dhe bujaria na afrojnë më shumë me bekimet e Allahut. Një akt i vogël bamirësie mund të ketë një ndikim të madh këtë Ramazan. Të ndihmosh ata që janë në nevojë është një nga aktet më të mëdha të adhurimit. Ramazani na kujton të jemi mirënjohës dhe të ndihmojmë ata që kanë më pak. Ushqet të uriturit, mbështet të varfrit dhe Allahu do të bekojë pa mas. Një buzëqeshje është bamirësi, përhap gëzim dhe mirësi këtë Ramazan. Ramazani na mëson se pasuria e vërtet është tek bujaria dhe mirësia. Kur jep me sinqeritet, Allahu të shpërblen në mënyra që as nuk mund të imagjinosh. Pastro pasurinë tënde, duke ndarë atë me ata që kanë më shumë nevojë. Mirënjohja dhe reflektimi. Çdo ditë agjërimi është një mundësi për të qenë një version më i mirë i vetes. Lumturia e vërtet gjendet në kujtimin e Allahut dhe në kënaqësinë e asaj që ke. Ramazani është një mundësi për të qenë mirënjohës për çdo bekim në jetën tënde. Mirënjohja e kthen atë që kemi në të mjaftueshme. Bëj lutjet e tua të thella, mirënjohjen tënde të pafundme dhe zemrën tënde të pastër. Çdo vështirësi ka lehtësim. Beso në kohën dhe urtësinë e Allahut. Ramazani është një kohë për të reflektuar, për të penduar dhe për të rilidhur me Allahun. Kur ja dorëzon gjithçka Allahut, gjithçka bie në vendin e duhur. Edhe vepra më e vogël e mirë regjistrohet dhe shpërblehet nga Allahu. Gjej paqe në kujtimin e Allahut dhe do ta gjesh atë gjithmonë. 10 netët e fundit të Ramazanit mbajnë më shumë bekime. Kërkoj me përkushtim. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Mos e humb shpërblimin e saj. Ndërsa Ramazani mbaron, mbaj mësimet e tij me vete gjatë gjithë vitit. Bajrami është afër, por suksesi i vërtet është të mbash gjallë shpirtin e Ramazanit. Përdori në maksimum këto ditë të fundit të Ramazanit. Kur nuk është vonë për të kërkuar falje. Agjërimi mund të përfundojë, por lidhja jote me Allahun duhet të mbetet e fortë. Festoni Bajramin me gëzim, mirënjohje dhe mirësi ndaj të tjerëve. Ndërsa i themi lamtumi Ramazanit, le të mbaj me vete bekimet e tij. Le të mbushet Bajrami juaj me dashuri, bujari
dhe mirënjohje të pafundme. Allahu a pranoft agjërimin, lutjet dhe veprat e mira këtë Ramazan.